Mikelian Toma, 32 vjeç dhe David Simoni, 34 vjeç, të arrestuar në mbrëmjen e së mërkurës në Shkodër, në ndjekje nga policia, dyshohet se ishin nisur për të vendosur një sasi tritoli, por nuk pikasen nga policia. Motocikleta e tyre u pa në mënyrë rastësore në një prej rrugëve të lagjes Xhabie, në të cilën po lëviznin dy persona me skafandra. Në pamjen të parë, bluve u zhdukur e dyshim dhe i kanë bërë shenjë të ndalojë, moment kur drejtuesi i saj i ka dhënë gaz për t'u larguar. Policia i shbën më pas në ndjekje, rrugic më rrugic, si në filma, ku ka mundur të ndalojë dhe të arrestoj këta dy shtetas. Ndalimi i tyre është bërë pranë varrezave të dëshmorëve apo urës së Kirit në Shkodër, moment kur motocikleta është përplasur në tentativë për t'u arratisur. Nga verifikimi i bluve, rezultoi se targa e saj ishte e vjedhur dhe një numër shasie e ndryshuar. Pavarësisht se dyshimet e grupit hetimor janë se dy të rinj ishin nisur për vendosje tritoli, të cilin dyshohet se e kanë hedhur gjatë kohës që kanë qenë në ndjekje nga policia, lënda plas se nuk është gjetur. Toma dhe Simoni nuk kanë deklaruar asgjë në seancën e marrjes në pyetje, duke mos u treguar bashkëpunëtor. Nuk dihet kush ka qenë shënjestra e tyre, ndërsa hetimet në vijim pritet të zbardhin detaje më të plota. Policia hedh dyshime, pasi edhe gjatë kontrollit të dy makinave të tyre u gjet një bidon me benzinë, një silenciator dhe pak kokainë.